Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Me aktivitetet të shumta, po shënohet se epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës për të përmbyllur sikurse çdo vit me datën 7 mars me natën e zjarreve në Prekaz. Në kazermen Adem Jashari në Prishtinë është mbajtur ceremonia e arrestimit të kuadrateve të FSK-s. Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë krerët e shtetit Presidenti Osmani, kryeparlamentari Konjufca, kryeministri Kurti dhe zyrtar të tjerë. Epopeja UÇK-s është një testament i përjetshëm i qëndresës, sakrificës dhe i pathyeshmërisë së popullit të Kosovës, ka thënë Presidenti Osmani, ndërsa kryeministri Kurti tha se që nga çlirimi i adeut e deri më sot dhe më tutje, një nga detyrat kyçe për ruajtjen e lirisë ka qenë fuqizimi i ushtrisë së Kosovës. Si në Kosovë nuk është thjesht një muaj në kalendar, por një kujtesë e përhershme e sakrificës, e heroizmit dhe e vendosmërisë së popullit tonë për liri. Në këtë muaj kujtojmë epopejën e lavdishme të luftës së UÇK-s, përkulemi me respekt para dëshmorëve të kombit, kujtojmë martirët e rënë në masakra dhe nderojmë heronjt që dhanë gjithçka për Kosovën e lirë. Në këtë ditë të shenjtë jemi mbledhur në një vend me simbolik të jashtëzakonshme, në kazermën Adem Jashari, aty ku ruhen dhe vazhdojnë të jetojnë vlerat për të cilat ranë dëshmorët tanë. Ato 3 ditë të marsit nga 5 deri me 7 mars 98-s, në Prekaz ndodhi një ndër betejat më heroike të historisë së kombit shqiptar. Dëshmor, përveç burrave u bën edhe fëmijët, gratë e pleqt. Sepse Prekazi nuk ishte vetëm një fshat. Prekazi ishte një kështjell e lirisë, ishte një fortifikat e pamposhtur e kombit ton dhe i tillë mbetet edhe sot. Familja Jashari është themeli mbi të cilin u ngrit liria e Kosovës, një monument i gjallë i sakrificës dhe heroizmit të pashoq. Sot, në 27 vjetorin e epopejës së UÇK-s, ne vazhdojmë të ruajmë pothuajse të njëjtën traditë, vetëm se skenarin e dikurshëm të organizuar nga UÇK-ja e kemi formalizuar në protokollin e Shtetit të Republikës Kosovës, këtij shteti për të cilën u luftua dhe u flijua aq shumë. Të dashur shtar të ushtrisë Kosovës, të veshur me uniformën më të lavdishme, të bukur e tash edhe moderne, ju pëmbani armë dhe flamuj në duar, teksa qëndroni të rreshtuar në shenjë gatishmërie dhe nderimi në përkujtim dhe mirënjohje të atyre që i vunë themelet e ushtrisë Kosovës, kryekomandantit Adem Jashari, familjes Jashari dhe të tjerëve që udhëtuan me ta. Po ju drejtohem në mënyrë konvencionale si ushtria e Kosovës, sepse kësaj e kishin quajtur veten dhe idenë e tyre grupi i armatosur i Adem Jasharit qysh në vitin 1989, 5 vite para se të merrte emër dhe formë organizata Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Aq e afërt është ajo kohë e para 35 viteve, saqë edhe sot në mesin e pjesëtarëve të FSK-s ka luftëtar veteran të UÇK-s, duke filluar apo duke kulmuar me komandantin e saj, general-lejtnant Bashkim Jashari. Me rastin e shënimit të epopejës, qeveria ka mbajtur mbledhje solemne. Kryeministri Albin Kurti theksoi se epopeja e UÇK-s ka vetëm një adresë, lirin nga pushtuesi serb. Antarët e rënë të familjes Jashari 27 vjet më parë u lartësuan në mbledhjen solemne të qeverisë kushtuar epopejës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në fjalën hyrëse, kryeministri Albin Kurti tha se në lëndinën e Prekazit, emrat Jashari dhe të tjerët që prehen në të janë emra absolut të lirisë. Epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka vetëm një adresë, lirin nga pushtuesi serb dhe vetëm një horizont, bashkimin tonë. E me që ka adresë dhe horizont, pra shenjë dhe vizion, ngjarja e madhërishme e marsit 1998 është ngjarje e përkryer. Një ngjarje e përkryer që nuk na lejon asnjë hezitim asnjërit. Është ajo ngjarje që na përcakton plotësisht fushën e veprimit. Para kabinetit qeveritar, Kurti theksoi se asnjë politike, asnjë qeverisje nuk mund të amnistoj historinë kriminale të ish Jugosllavisë dhe të Serbisë në Kosovë.
Sovraniteti është një emancipim, çdo lëshim në kufi apo në veri ishte vetëm një korruptim i sovranitetit në të kaluarën. Ne I kemi shpallur zotimet tona si për mandatin e shkuar, ashtu edhe për atë të ardhshëm, për luftë ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Organizimi më I madh I krimit burimin e ka në vendet ku është bërë kompromis me lirinë e përcaktimit të një shteti me sovranitetin e tij. Shefi ekzekutivit tha se prekazi u përket të gjithë shqiptarëve që mbajnë këtë emër, por edhe të gjithë popujve liridashës të mbar njerëzimit e përgjatë historisë. Krerë të partive politike dhe qytetarë të shumët kanë nderuar veprën dhe sakrificën e familjes Jashari për lirinë e Kosovës. Kreu I Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se prekazi nuk është thjesht një vend, është altari I lirisë, themeli I shtetit dhe zemra e kombit. Kreu I LDK-s Lumir Abdigjiku ka përkujtuar sakrificën sublime të familjes Jashari dhe të gjithë të rënave për liri. Nga ana tjetër, kreu I Aleancës për Ardhëminë e Kosovës, Ramush Haradinaj, pas homazheve, ka thënë se familja Jashari është zemër e qëndresës dhe se lufta UÇK-s është vulje përjetshme e krenarisë dhe arritjes më të madhe kombëtare. Homazhe në prekaz ka bërë edhe komandanti I Forcës së Sigurisë së Kosovës, General-Lejtnant Bashkim Jashari. Kryeqyteti I Kosovës ka nderuar sot me një akt solem sakrificën e pavdekshme të familjes Jashari. Në një seancë solemne të kuvendit të kryeqytetit, liderët institucional dhe qytetarët I dhanë nderimin më të lartë familjes Jashari për kontributin I jashtëzakonshëm që ata dhanë për lirinë e Kosovës. Kryeqyteti ka caktuar tashmë lokacionin për monumentin e heroit legjendar Adem Jashari. Prekazi nuk ishte vetëm një betejë, ishte një kushtrim e një kushrim që I ka përceu kufit e kësaj toke, një thirrje që buqiti drejt në qiell dhe u bë dëshmi se shqiptarët, kur luftojnë për atë dheun e vet, nuk mund t'i gjunjëzoj askush. Sot në këtë seancë solemne përulemi me nderim të thellë para sakrificës së familjes Jashari, para Adem Jasharit, komandantit legjendar që u bë vetëm mishërimi I lirisë, para strategut të paepur Hamz Jasharit, para Shaban Jasharit, burrit të urtë që rriti heronj. Dëshmorët e kombit janë vëllezër e motra të lidhur nga ideali I lirisë, të bashkuar në kauzën e shejtë të Advhet. Ata prehen të qetë në tokën e Kosovës, si themel I palëkundur I shtetit dhe si mburoj e pathyeshme ndaj çdo sfide që pret vendin tonë. Sot, duke kujtuar dhe nderuar ata që dhanë jetën për lirinë, nuk përulemi vetëm para së kaluarës, por ndërtojmë të ardhmen. Në kuadër të 27 vjetorit të epopesë së UÇK-s, ora para mësimit nisi më ndryshe. Nxënësit patin rastin të mësojnë më shumë për sakrificën e familjes Jashari dhe kontributin e saj për liri gjatë datave 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998. Me aktivitetet të ndryshme dhe shpjegime kushtuar për vjetorit të 27 të epopesë së UÇK-s, nisi sot ora e parë mësimit në shkollën fillore dhe të mesme të Ullët, Nazim Gafuri në Prishtinë. Nxënësit mësuan më shumë për rolin e familjes Jashari, rëndësinë e UÇK-s, si dhe kontributin e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Përveç kësaj, mësimdhënësit kishin përgatitur edhe fotografi si dhe simbole të tjera dedikuar marsit të vitit 1998. Ora e parë I kushtohet epopesë duke bërë një prezantim në klasë, e më pas do të ketë edhe aktivitete tjera. Ne përpiqemi me asat mundësi që kena teori, mënyrë vizuele, po dhe mënyrë praktike me aboni të rekënsh që fëmija me marë ata që ka ta I nevojit edhe më përmbush ma shumë. Më e rëndësishmja është marë që UÇK-s, cilët nxënëse kanë pritur me shumë kënaqësi dhe me shumë dashuri këndojnë për atë dheun. Për nxënësit, kjo ngjarje është një mundësi e mirë për të mësuar më shumë për historinë e vendit dhe për sakrificën e komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes së tij.
Adem Jashari dhe familja e tij kanë luftuar për ne që ta gëzojmë gjërinë që e gëzojmë sot. Prekazi mua më ka pëlqyer shumë, sepse ato e kam parë se si është dukur shtëpia e Adem Jasharit dhe familjes së tij. Ka qenë shtëpia dhe që nuk dorëzua Adem Jashari me familjen e tij fare. Këto ishin disa prej aktiviteteve të shumta, të cilat do të shënohen në kuadër të epopesë së UÇK-s, duke kujtuar datat 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998. Është hequr nga rendi I ditës kërkesa e Kosovës për qenë musafire speciale në Komitetin për Çështje Politike dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Kjo konfirmua nga delegacioni I Kosovës pranë Këshillit të Evropës. Fillimisht kërkesa ishte në rendin e ditës në takimin që bombat në Paris. Ariana Musliu Shoshi, që është pjesë e delegacionit kosovar, tha se shtyrja u bë me kërkesë të kryetarit të grupit të Partisë Popullore Evropiane, Pablo Hispan. Ky veprim nga Shoshi u cilësua si zhvillim I papritur, prandaj ajo shtroi nevojën për mobilizim shtetëror me aleatët e Kosovës për realizim të prioriteteve për antarësime në organizatat ndërkombëtare. Prokuroria Themelore në Mitrovic urdhëroi rinumërimin e votave të LDK-s në të gjitha qendrat e vendvotimeve në komunën e Vushtrisë. Urdhri pason ankesën e kandidatës për deputete nga kjo parti, Rezarta Kresniqi. Ajo dyshon për keq përdorim të votave në qendrën komunale të numërimit në Vushtri. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve ka vazhduar numërimi I flet votimeve me kusht, sipas të dhënave të KQZ-s. Nga numërimi 78.57% të këtyre votave, rezulton se 40.21% janë për lëvizjen vetvendosje, 18.11% për PDK-n, 13.54% për LDK-n, 11.37% për listën serbe dhe 6.21% për koalicionin AAK-Nisma. Gjithashtu po vazhdohet me numërimin e votave të personave me nevoja të veçanta. I gjithë procesi I numërimit sipas KQZ-s pritet të përmbyllet sot gjatë ditës. Oda ekonomike amerikane në Kosovë përmes një komunikate ka theksuar se sundimi I ligjit është gur themeli I qeverisjes demokratike, stabilitetit ekonomik dhe konfidencës së investitorëve. Sipas saj, një sistem I fortë dhe I pavarur gjyqësor, I lirë nga ndërhyrja politike, është jetësor për sigurimin e integritetit institucional dhe besimit publik. Ky reagimi I OAK-ut vjen pas mosparaqitjes së kryeministrit Albin Kurti për të dëshmuar në prokurori për rastin e rezervave shtetërore. OAK vlerëson se zbatimi konsistent dhe I paanshëm I normave juridike promovon një mjedis të parashikueshëm afarist të nevojshëm për rritjen e qëndrueshme ekonomike. Shtyhet për 17 mars, seansa fillestare për të akuzuarit për spionazh Bedri Shabani e Muharrem Qerimi e mbajtur në gjykatën themelore në Prishtinë. Vendimi pasoi ankesën e avokatëve të akuzuarve. Avokati Besnik Berisha tha se klientit të tij I duhet më shumë kohë për të njohur me akt akuzën në mënyrë që të vihet në dieni me detajet. Sipas akt akuzës, nga viti 2012 deri në momentin e arrestimit, I akuzuari Muharrem Qerimi e ka ndihmuar Agjencinë e Inteligjencës dhe të Sigurisë së Serbisë. Në formën e mbledhjes, ai u ka dërguar informacione, dokumente dhe materiale të ndryshme që kanë të bëjnë me luftën dhe pjesëtarët e UÇK-s, emrat e prokurorëve të Policisë së Kosovës, AKI-s, IPK-s, si dhe emrat e dëshmitarëve tashmë të njohur të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag. Shabani e Qerimi janë arrestuar në Ferizaj me datën 5 qershor të vitit të kaluar nga Agjencia Kosovare për Inteligjencë dhe Policia. Prokuroria Themelore në Prishtinë ka sekuestruar pasuri miliona euro në kuadër të hetimeve ndaj të pandehurit me inicialet G.G, I akuzuar për veprën penale të mashtrimit. Sipas njoftimit, janë ngrirë dhe sekuestruar 166 parcela të cilat ndodhen në komunat e Novobërdës dhe të Graçanicës, si dhe 2 banesa në Prishtinë me vlerë mbi 1 milion euro. Dyshohet se këto pasuri janë përfituar në mënyrë të paligjshme. Prokuroria ka bërë të ditur se hetimet janë në fazën finale, ndërsa rasti vazhdon të trajtohet nga organet e drejtësisë.
Komisioni qeveritar për persona të zhdukur ka njoftuar se në fshatin në branch të komunës së Podujevës janë gjetur eshtra që dyshohet se mund të jenë të personave nga lista e të zhdukurve me dhunë gjatë luftës. Sipas njoftimit, eshtrat e gjetur janë duke u ekzaminuar nga ekspertët e Institutit e Mjekësisë Ligjore me qëllim të identifikimit të saktë. Teksohet se gërmimet u realizuan në bazë të informacionit që qytetarët e kanë ndarë në fund të muajit janar. Për shkak të rëshqitjes së dheut është mbyllur autostrada Ibrahim Rugova në segmentin e 27 mes Prizrenit dhe Suarekës. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka njoftuar se me qëllim të lëvizjes së sigurt të qytetarëve në këtë segment, kjo pjesë është bllokuar për qarkullimin e automjeteve deri në pastrimin e dheut të shembur. Ekipet e mirëmbajtjes janë në vendin e ngjarjes, duke ndërmarrë hapat konkret për lirimin e kësaj pjese të autostradës.